Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot të keni mundësinë të ndiqni. Temperaturat e larta të verës kanë shtuar interesin për turizmin e aventurës. Një nga destinacionet më të frekuentuara është Lumi Vjosa, ku çdo ditë dhjetra vendas dhe turistë huaj zgjedhin të provojnë rafting, duke shijuar njëkohësisht natyrën e egër dhe freskinë që ofron një prej lumenjve më të veçantë e Europës. Libova po synon të sjellë një përvojë më të pasur për vizitorët përmes një programi aktivitetesh që lidh qytetin me zonat përreth. Këto iniciativa kanë nxitur interesin e turistëve, veçanërisht të huajve, duke i dhënë më shumë hapësirë promovimit të traditave, natyrës dhe potencialit turistik të gjithë zonës. Bashkia Këlqyr ka arritur ritmin e mbledhjes së të ardhurave vendore. Gjatë kësaj periudhe është arkëtuar rreth 53% e detyrimeve nga familjarët dhe bizneset. Sipas Leonora Jakupi, përgjegjëse e tatim taksave në bashki, rezultatet janë përmirësuar fal masave të ndërmarra dhe lehtësive të ofruara për tatim paguesit. Shkolla profesionale Antoni Athanas në Saran po i jep rëndësi të veçantë bashkëpunimeve ndërkombëtare me synim rritjen e cilësisë së arsimit profesional. Ju njohim tani më gjerësisht. Temperaturat e larta të verës kanë shtuar interesin për turizmin e aventurës. Një nga destinacionet më të frekuentuara është Lumi Vjosa, ku çdo ditë dhjetra vendas dhe turistë huaj zgjedhin të provojnë rafting, duke shijuar njëkohësisht natyrën e egër dhe freskinë që ofron një prej lumenjve më të veçantë e Europës. Temperaturat e larta të kësaj vere kanë kthyer Lumin Vjosa në një destinacion më të frekuentuar për ata që kërkojnë freski dhe aventurë. Rrjedhja e saj e egër, peizazhet mahnitëse dhe natyra e paprekur po tërheqin çdo ditë vizitor vendas dhe të huaj. Për shumë prej turistëve, Vjosa nuk është thjesht një vend për t'u çlodhur, por edhe një mundësi për të përjetuar emocione të forta përmes sporteve ujore. Mes tyre, rafting mbetet aktiviteti më i kërkuar, duke ofruar një kombinim unik të adrenalinës dhe bukurive natyrore. Booked a rafting tour. Jam Heidi dhe vi nga Gjermania. Jam këtu prej disa ditësh. Kemi vizituar zonën përreth dhe sapo përfundova një tur rafting në ujërat e këtij lumi. Ende i kam rrobat e lagura. Është një mrekulli e vërtetë të kalosh 2 orë duke ndjekur rrjetën e këtij lumi dhe të përjetosh adrenalinën që të ofron. Tu gjen qetësi, natyrë dhe aventurë njëkohësisht. Do t'ja rekomandoja kujdo që ta provojë këtë eksperiencë. And a little bit of adventure. It was a very nice trip. I like it. Është një ndjesi e papërshkrueshme të përjetosh kaq shumë gjëra të bukura në një kohë kaq të shkurtër. Sapo përfundova turin, por besoj se do ta përsëris edhe nesër një tjetër udhëtim në Vjos. Këtij vendi dhe njerëzve këtu u jap notën maksimale. Interesi për rafting në Vjos po rritet nga viti në vit. Operatorët turistik thonë se numri vizitorëve është në rritje, ndërsa gjithnjë më shumë turistët zgjedhin këtë eksperiencë si pjesë të pushimeve të tyre. Interesi të sportit të rafting është në rritje, duke filluar që nga turistët e huaj, edhe nga vendasit. Organizohet më shumë në fundjavë, që kanë më shumë kohë, me turistat vendas, kurse me të huajt jemi gjatë gjithë kohës. Turit i fillojmë që nga kampingu, varion diku te 2 orë e gjysmë në lumë, duke bërë ato ecje me gomone, hedhje nga shkëmbi, lojra të ndryshme, notim, duke i dhënë disa informacione se si ku mund të venë, çfarë mund të shfrytëzojnë, llojet e sporteve të tjerë ose mundësitë që kanë ata për të eksploruar gjithë zonën e përmetit. Përtej adrenalinës, rafting në Vjos është një mënyrë për të promovuar bukuritë natyrore të një prej lumenjve të fundit të egër në Evropë. Operatorët e turizmit presin që fluksi vizitorëve të vijojë në rritje gjatë gjithë sezonit veror, duke kthyer Vjosën në një pikë referimi për turizmin. Libohova po synon të sjellë një përvojë më të pasur për vizitorët përmes një programi aktivitetesh që lidh qytetin me zonat përreth. Këto iniciativa kanë nxitur interesin e turistëve, veçanërisht të huajve, duke i dhënë më shumë hapësirë promovimit të traditave, natyrës dhe potencialit turistik të gjithë zonës.
Gjatë këtij sezoni turistik, Bashkia e Liboovës ka hartuar një kalendar të larmishëm aktivitetesh me synim promovimin e vlerave kulturore, historike dhe natyrore të zonës. Aktivitetet nuk janë përqendruar vetëm në qytet, por edhe në fshatrat dhe zonat përreth. Përmes këtij programi, Bashkia synon të zgjerojë hartën turistike dhe të sjellë më shumë vëmendje edhe në destinacionet rurale. Organizojmë aktivitete shumicën në qytet, duke filluar tani nga sezoni i verës, ka një sër aktivitetesh që zhvillojnë traditat, festat popullore që zhvillojnë për fshatra. Kjo qasje u jep vizitorëve mundësinë të njohin më nga afër traditat, natyrën dhe veçantitë e komuniteteve lokale. Sipas specialistit të turizmit Arjan Çano, aktivitetet e organizuara në zonë kanë tërhequr interes edhe nga turistët e huaj, të cilët kërkojnë gjithnjë më shumë eksperjenca autentike, të lidhura me kulturën, historinë dhe jetën lokale. Tani në sezonin veror ka aktivitete që shtrihen edhe në përfshatra, duke përfshirë këto festa tradicionale që janë si në Nepravisht, në Labov në Sipërme. Dhe sigurisht që këto thithin edhe më shumë vizitor, qoftë ata vendas cilët kthehen për pushime në vendlindje, por edhe turistët e huaj dhe vendas që ndodhen në qarkun e Gjirokastës. Me kombinimin e trashëgimisë historike, bukurive natyrore dhe aktiviteteve të ndryshme, Bashkia e Liboovës synon të forcojë më tej pozicionin e saj si një destinacion turistik që ofron përvoja të veçanta gjatë gjithë sezonit. Bashkia Këlqyr ka rritur ritmin e mbledhjes së të ardhurave vendore. Gjatë kësaj periudhe është arkëtuar rreth 53% e detyrimeve nga familjarët dhe bizneset. Sipas Leonora Jakupi, përgjegjëse tatim taksave në bashki, rezultatet janë përmirësuar fal masave të ndërmarra dhe lehtësive të ofruara për tatim paguesit. Mbledhja të ardhurave vendore në Bashkinë Këlqyr ka shënuar një progres gjatë muajve të parë të këtij viti. Sipas të dhënave zyrtare, është arkëtuar rreth 53% e detyrimeve nga familjarë dhe bizneset, një tregues që sipas Leonora Jakupit, përgjegjëse e tatim taksave, pasqyron efektin e masave të ndërmarra për rritjen e nivelit të pagesave. Debit janë kryesisht tek tokat dhe familjet. Masat që kemi marrë janë kemi shkuar biznes me biznes, u kemi dërguar njoftime, kemi bërë akt konstatime, kemi bërë njoftime. Jakupi bën të ditur gjithashtu se për një pjesë të bizneseve janë ofruar edhe lehtësira me synim për të krijuar mundësitë më të favorshme për likuidimin e detyrimeve dhe për të nxitur rritjen e nivelit të arkëtimeve. Sajtë ligjit që doli për faljen e detyrimeve, shumë biznese kanë patur interes dhe kanë ardhur dhe i kanë shlyer të gjitha detyrimet brenda afatit të caktuar. Janë falur kryesisht nga 2014 dhe para dhe nga 2015 deri në 2019, kush i paguante brenda datës 30/06/2026, paguante 50%. U bëjmë apel që të vinë sa më shpejt që të shlyejnë edhe ato pjesë detyrimesh që u kanë mbetur. Burime pranë Bashkisë Këlqyr bëjnë me dije se krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, rezultatet në mbledhjen e të ardhurave janë përmirësuar si për detyrimet familjare, ashtu dhe për ato të bizneseve. Bashkia synon që deri në fund të vitit të rrisë më tej nivelin e arkëtimeve, duke vijuar zbatimin e masave administrative dhe bashkëpunimin me tatim paguesit. Shkolla profesionale Antoni Athanas në Sarand po i jep rëndësi të veçantë bashkëpunimeve ndërkombëtare me synim rritjen e cilësisë së arsimit profesional. Gjatë këtij viti shkollor, shkolla ka qenë pjesë e një projekti ndërkombëtar duke mundësuar shkëmbimin e eksperiencave dhe përfitimin e njohurive të reja. Për vitin e ardhshëm synohet përfshirja në projekte të tjera që do të krijojnë më shumë mundësi zhvillimi për nxënësit dhe stafin, si dhe lidhje më të forta me praktikat bashkëkohore ndërkombëtare. Shkolla profesionale Antoni Athanas në Sarand po i kushton një rëndësi të veçantë zhvillimit të bashkëpunimeve ndërkombëtare, duke i konsideruar ato një mundësi të rëndësishme për rritjen e cilësisë së arsimit dhe për krijimin e mundësive të reja për nxënësit. Përmes këtyre nismave, shkolla synon të sjellë më shumë përvoja të reja, metoda bashkëkohore dhe shkëmbim njohurish me institucione dhe partner jashtë vendit. Shkolla jon ka pasur edhe goxha marrëdhënie sepse ne jemi dhe në një projekt ndërkombëtar që është IBS, është një projekt Erasmus, quhet Circular Tourism dhe ne jemi partner me dhomën
italiane në Leipzig, e cila ishte organizatore me Dom Spanjën, me Dhomën e Tregtare të Tiranës dhe Auledën e Vlorës, dhe kemi pasur goxha shkëmbim eksperiencash, kemi pasur 2 mësues nga tonët që morën pjesë në Gjermani, në takimet e projektit, dhe 2 mësuese që vajten në Francë, ku në këto takime përveç eksperiencave të punës që marrin duke i shkëmbyer me njëri tjetrin, u bën edhe kontakte me shkollat profesionale të këtyre vendeve për të vazhduar projekte të tjera. Gjatë këtij viti shkollor, Shkolla Profesionale Antoni Athanas ka qenë pjesë e një projekti ndërkombëtar, i cili ka ofruar mundësi për bashkëpunim dhe shkëmbim eksperiencash. Përfshirja në këtë projekt ka ndihmuar nxënësit dhe stafin pedagogjik të njihen me praktika të reja, të fitojnë njohuri të ndryshme dhe të shohin modele të tjera të zhvillimit të arsimit profesional. Këto përvoja ndikojnë në përgatitjen më të mirë të rinjve dhe në përshtatjen e tyre me kërkesat e tregut të punës. Duke parë rezultatet pozitive të këtyre bashkëpunimeve, shkolla synon që edhe gjatë vitit të ardhshëm shkollor të jetë pjesë e disa projekteve të reja ndërkombëtare. Edhe dje isha në një projekt tjetër si përfaqësuese nga Shqipëria, ku bëra kontakte me disa nga shkollat partnere të Ballkanit, ishte Kroacia, Bosnjë-Hercegovina, Malizi, Italia dhe Shqipëria. Qëllimi është zgjerimi i rrjetit të bashkëpunimeve, shkëmbimi i vazhdueshëm i eksperiencave dhe krijimi i mundësive të reja për nxënësit që të zhvillojnë aftësitë profesionale dhe personale. Përmes këtyre projekteve, Shkolla Antoni Athanas vijon të punojë për një arsim profesional më të hapur dhe më të lidhur me zhvillimet ndërkombëtare. Infrastruktura në zonën malore të Pogonit në bashkinë e Dropullit po përmirësohet gradualisht gjatë viteve të fundit. Gjithsesi, banorët shprehin mendimin e tyre për mungesën e shërbimeve gjatë 35 viteve të tranzicionit 35 vjeçar. Qeveria shqiptare ka premtuar se deri në vitin 2029 do të përfundojë unaza e rrugës Gjirokastër, Çajup, Zagori, Poliçan, Suh. Kështu që nëpërmjet këtij investimi pritet të realizohet ëndra e kahershme e banorëve të Pogonit për të pasur edhe ata një infrastrukturë rrugore funksionale. Gjatë 35 viteve tranzicion në këtë zonë malore është investuar shumë pak, për sa i përket përmirësimit të infrastrukturës. Thoman Naka dhe Kristo Çeli që janë intelektual, kur në pjesën më të madhe të vitit prej fillimit të pranverës deri në fund të vjeshtës jetojnë në vendlindje. Ata shprehin për televizionin publik mendimin e tyre, për sa i përket mungesës së infrastrukturës. 3-4 gjëra ka Pogoni që janë gjëra bazë. Është rruga për të cilën janë bërë shumë punë deri tani, por ngalet edhe shumë akoma, se është problemi bazë. Edhe jo vetëm për ne që rrim këtu, por ama dhe për fëmijët tanë, për niprat tanë, përveç rrugës është problemi i dritave. Ne me kemi ndërprerje të dritave domethënë pa justifikim. Edhe nuk është bërë asnjë investim nga shteti, megjithëse lekët edhe detyrimet tona ne i paguajmë të tërë. Problemi i tretë është uji. Uji, ndërmarrja e ujit, ndërmarrja shtetërore nuk interesohet dhe nuk investon as pak në përfshatra. Duke bërë për shembull në kohën e Timrit, në kohën kur ashtu të riparoj rrjetin, të pastroj ato rezervuaret, të jetë i përgatitur për beharin. Mungon rruga kryesore që na lidh me qendrën. Si banor i kësaj zone kemi nevoja për të dalë poshtë në Gjirokastër, ose në Libohov, ose për gjëra të tjera për të vajtur në Greqi. Rruga ka kaq vite që po zvaritet dhe nuk ka marrë një, si të themi, formë të prerë. Shpresojmë dhe kemi besim në të ardhmen, ajo që është kryesorja është rruga që lidh dy krahina, Pogon dhe Zagori. Njëkohësisht, është në proces prokurimi përfundimi investimit të shtrirjes në beton të rrugës Poliçan pika Kufitare Sopikut, ndërsa po vazhdojnë punimet për rikonstruksionin e pjesëve të rrugës stacioni Pijor Hullomoç Atistër. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTSH Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.